Horoskopi datë 9 dhjetor 2025. Dashi, sot energjia jote është e lartë dhe ndihesh i gatshëm të veprosh dhe të përballesh me sfida. Trupi kërkon pak kujdes në mëngjes, ndaj fillo ditën me një shëtitje ose ushtrime të lehta për të stabilizuar ritmin. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë që i tërheq vëmendjen me sinqeritetin dhe humorin e tyre. Është koha për t'u njohur, pa nxituar në vendime. Për çiftet, komunikimi i hapur sot do të sjellë qartësi dhe do ta forcojë lidhjen, duke zgjidhur keqkuptime të vogla dhe duke rikthyer afërsinë e mëparshme. Financat janë të shndrueshme, por kushtoj vëmendje shpenzimeve të panevojshme. Një mundësi ose lajm financiar mund të shfaqet papritur dhe vendimet e matura do të sjellin përfitime. Mbrëmja është ideale për të kaluar në qetësi dhe për të reflektuar, duke rikuperuar energjinë pas një dite aktive. Demi, sot ndihesh i qetë dhe i qëndrueshëm, me energji të fortë që të ndihmon të përballosh detyrat e ditës. Trupi dhe mendja kërkojnë pak kujdes, ndaj mos e tepro me aktivitet fizik. Në dashuri, beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person që duket i sinqert dhe i vëmendshëm. Komunikimi i hapur dhe i sinqert krijon mundësi të mira për lidhje të reja. Për çiftet, sot është ditë për ta forcuar marrëdhënien, duke i shprehur ndjenjat në një mënyrë të veçantë. Gjithashtu mund të shprehni dëshira që ndoshta i keni mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Financat kërkojnë organizim dhe kujdes, sepse mund të shfaqen shpenzime të papritura. Vendimet e mençura dhe planifikimi i vogël financiar do t'ju sjellin qetësi dhe stabilitet. Mbrëmja po ashtu ju jep mundësinë për të kaluar momente të këndshme me njerëzit pranë zemrës. Binjakët, sot mendja jote është e gjallë dhe plot me ide. Mund të kesh biseda të papritura që të sjellin lajme të mira ose mundësi të reja. Beqarët sot kanë shanse të krijojnë lidhje të reja, veçanërisht përmes komunikimit dhe takimeve spontane. Për çiftet, dita sjell mundësi për të diskutuar gjëra që ju kanë mbetur pezull, duke forcuar marrëdhënien më tej. Financat janë kryesisht pozitive, por kërkohet kujdes me shpërqendrimet. Duhet të planifikoni shpenzimet dhe të mos e humbni fokusin tuaj. Mbrëmja gjithashtu është ideale për t'u argëtuar, me miqësi ose aktivitete që ju japin kënaqësi. Një mundësi e re ose një lajm financiar mund të vijë nga një burim i papritur, por gjithsesi vendimet impulsive duhet të shmangen. Përfitimet më të mira vijnë gjithmonë nga planifikimi dhe logjika. Gaforja, sot ndihesh më i lidhur me ndjenjat dhe njerëzit e afërt dhe kjo të sjellë një energji të butë por të fuqishme brenda. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë që i kupton intuitivisht dhe i bën të ndihen të sigurt dhe të vlerësuar. Një bisedë e thjeshtë mund të hap rrugë për një lidhje të rëndësishme, veçanërisht nëse jeni të hapur dhe të sinqert për ndjenjat tuaja. Për çiftet, kjo është një ditë e shkëlqyer për të ndarë emocione të pakomunikuara më parë, për të forcuar besimin apo ndarë keqkuptime të vogla. Momentet e përbashkëta, qoftë një shëtitje apo një bisedë, mund të rigjallërojnë lidhjen dhe t'ju bëjnë të ndiheni më të afërt. Shëndeti kërkon pak kujdes ndaj stresit dhe tensionit emocional. Një pushim i shkurtër, meditim ose një aktivitet relaksues do të ndihmojnë trurin dhe trupin të jenë në balancë. Financat sot janë të qëndrueshme, por shmangni vendimet impulsive dhe shpenzimet e panevojshme. Luani, sot ndihesh i fuqishëm dhe karizmatik, dhe tërheq vëmendjen e të tjerëve me natyrën tënde të ngrohtë dhe vetbesimin që shkëlqen. Beqarët mund të kenë mundësi të krijojnë përshtypje të forta dhe të takojnë dikë që i bën të ndihen të veçantë dhe të kuptuar. Një bisedë e rastësishme sot mund të çojë në diçka më serioze, sidomos nëse tregoheni të sinqertë të hapur. Për çiftet, komunikimi sjell ngrohtësi dhe mundësi për të sqaruar keqkuptime, duke rikthyer besimin. Një surprizë e vogël ose një vëmendje e thjeshtë mund të përmirësojë marrëdhënien dhe ringjallë ndjenjat. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes dhe ritmit të lartë të ditës. Ushqime të pasura me vitamina mund t'ju ndihmojnë për të stabilizuar energjinë. Financat sot kërkojnë maturi dhe përqendrim, veçanërisht nëse keni shpenzime të papritura. Planifikimi dhe vendimet e matura do t'ju sjellin siguri.
Mbrëmja është ideale për një aktivitet kreativ. Virgjëresha. Sot ndihesh produktiv dhe i fokusuar duke pasur një qartësi të veçantë në mendime dhe vendime. Beqarët do të takojnë dikë që i vlerëson për logjikën dhe stabilitetin e tyre. Një komunikim i hapur mund të kthehet në një mundësi të bukur për një lidhje afatgjatë. Për çiftet, dita është e favorshme për të vendosur gjërat në rregull dhe për të shprehur ndjenja ose mendime të cilat kanë mbetur të pazbuluara më parë. Çfarëdo diskutimi sot mund të sjellë qartësi dhe të forcojë lidhjen tuaj. Shëndeti kërkon kujdes ndaj lodhjes dhe tensionit. Ushqimet e lehta dhe aktivitetet relaksuese do t'ju përmirësojnë humorin. Financat janë të favorshme për të bërë planifikime dhe një analizë e kujdesshme e çdo shpenzimi dhe investimi do t'ju sjellë stabilitet në të ardhmen. Në aspektin shoqëror, njerëzit do të kërkojnë këshilla ose mbështetje nga ju, dhe aftësia juaj për t'i kuptuar gjërat do t'ju bëjë të ndiheni të vlerësuar. Peshorja. Sot ndihesh më harmonik dhe i qetë, dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime me qartësi dhe mençuri. Beqarët mund të kenë mundësi për njohje të reja përmes bisedave të hapura ku ndjenja e mirëkuptimit dhe ndjeshmëria ju vijnë në pa. Për çiftet, komunikimi dhe përpjekja për ekuilibër ju sjellin afërsi dhe ngrohtësi. Një dialog do të rikthejë besimin në marrëdhënien tuaj. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kërkon pak kujdes ndaj stresit të vogël. Një shëtitje në natyrë ose muzikë mund të jenë të dobishme. Financat janë të qëndrueshme, por duhet një planifikim i mençur dhe shmangja e vendimeve impulsive. Në planin social, marrëdhëniet me miqt janë të ngrohta dhe mbështetëse, duke të bërë të ndihesh i kuptuar dhe i vlerësuar. Mbrëmja është koha për të shijuar momentet e vogla për relaks dhe rikuperim energjie. Akrepi. Sot ndihesh i fokusuar dhe intuita jote është e fortë, gjë që të ndihmon të dallosh detajet që të tjerët mund t'i humbasin. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga dikush interesant dhe disi misterioz. Një bisedë me ta mund të çojë në një lidhje të rëndësishme. Për çiftet, kjo ditë sjell qartësi dhe mundësi për të ndarë mendime dhe ndjenja që ndoshta i kanë mbajtur brenda prej kohësh. Komunikimi do të forcojë besimin dhe do të sjellë një afërsi të re për marrëdhënien tuaj. Shëndeti kërkon pak kujdes. Një aktivitet relaksues do t'ju rikthejë qetësinë. Financat janë të favorshme për vendime të zgjuara, veçanërisht nëse planifikoni të udhëtoni së shpejti. Mos merrni vendime impulsive. Mbrëmja do të jetë ideale për rikuperim energjie, duke kërkuar më shumë qetësi dhe për të çlodhur nga dita e kaluar. Shigjetari. Sot ndihesh optimist dhe i gatshëm për të eksploruar mundësi të reja. Beqarët do të takojnë njerëz me energji të ngjashme dhe me ide interesante, duke krijuar shumë mundësi për lidhje të reja të mbështetura në humor dhe një komunikim të lehtë. Për çiftet, sot është koha të flisni hapur dhe të ndani ëndra dhe plane të përbashkëta, duke e forcuar më tej lidhjen tuaj dhe duke shtuar doza entuziazmi. Shëndeti është i mirë, por ky ritëm i lartë mund t'ju lodhë nëse nuk bëni pushim. Përpiquni të bëni pak ushtrime të lehta apo shëtitje në natyrë për të pasur energji dhe qartësi mendore. Financat kërkojnë kujdes me shpenzime spontane, por së shpejti mund t'ju shfaqet një mundësi e vogël për fitim ose kursim, veçanërisht nëse tani veproni me maturim. Briciapi. Sot ndihesh serioz dhe i vendosur, duke pasur energji për të përfunduar detyra që kërkojnë përkushtim dhe fokus. Beqarët mund të takojnë dikë me të njëjtin seriozitet dhe qasje të matur siç janë ata vetë. Një bisedë e sinqertë mund të krijojë një fillim të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Për çiftet është një ditë e mirë që të diskutoni çështje të rëndësishme dhe të merrni vendime së bashku për ta stabilizuar më tej marrëdhënien tuaj. Shëndeti kërkon kujdes ndaj tensionit dhe lodhjes. Bëni aktivitete që ju japin qetësi, sepse do të jenë shumë të dobishme. Financat janë të favorshme për vendime të planifikuara dhe për të ndërtuar strategji afatgjata. Shmangi impulset dhe vendosi prioritetet qartë. Jo të gjitha gjërat janë prioritare. Miqt mund t'ju kërkojnë këshilla
apo mbështetje dhe përvoja juaj dhe maturia do t'ju bëjnë të ndiheni të vlerësuar. Ujori. Sot kreativiteti yt është në kulm dhe mendimet rrjedhin lirshëm. Gjyshe të ndihmon të gjesh zgjidhje të zgjuara për çështje të ndryshme. Beqarët mund të kenë takime të papritura ose njohje që ju japin energji dhe ide të reja për dashurinë. Për çiftet, sot është dita për të punuar mbi projekte të përbashkëta ose për të shprehur ndjenjat në një mënyrë të veçantë si jo më parë, duke forcuar bashkëpunimin dhe afërsinë. Shëndeti kërkon kujdes ndaj shpërqendrimeve dhe lodhjes mendore. Një aktivitet relaksues do t'ju ndihmojë të rifitoni balancën. Financat janë përgjithsisht pozitive, por vendimet më të mira vijnë nga analiza e kujdesshme. Misht do t'ju frymëzojnë dhe do t'ju ofrojnë ide kreative sot. Mbrëmja është ideale për një aktivitet artistik, për t'u marrë me një hobi tuaj dhe të rikuperoni energjitë e humbura. Peshqit. Sot emocionet janë të forta dhe intuita jote është më e ndjeshme se zakonisht, duke të ndihmuar të dallosh situata dhe njerëz që kërkojnë kujdes të veçantë. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me sens të lartë të ndjeshmërisë dhe të kuptuarit. Një takim i rastësishëm mund të shndërrohet në një lidhje të rëndësishme afatgjatë. Çiftet ndjejnë afërsi dhe dashuri të ri për të rirë, pasi kanë pasur komunikim të hapur dhe të sinqertë këto ditë. Momentet e vogla së bashku do t'ju rikthejnë pasionin dhe energjinë e marrëdhënies. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit. Frymëmarrje e thellë dhe aktivitetet relaksuese do t'ju bëjnë mirë. Financat janë të qëndrueshme, por analiza e kujdesshme dhe shmangja e vendimeve dhe blerjeve impulsive do t'ju sjellin siguri dhe stabilitet në ditët në vijim. Mbrëmja është perfekte për relaks, duke të bërë të ndihesh i qetë dhe i përmbushur.